Mjeku çudit botën, kosi në mëngjes shëron këto 4 sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kurrë i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra të shijshme dhe të ndryshme. Kosi mund të hahet i ëmbël, i kripur, në mëngjes, në drekë, në darkë, gjatë gjithë vakteve dhe gjithashtu do të sigurojë efekte pozitive për mbrojtjen e organizmit. Kosi është i pasur me kalium, me kalcium, magnez, vitaminën B, vitaminën B12 dhe në këtë video, sipas Healthy Side do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kosit dhe efektet pozitive që do t'i jap ai në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi është një produkt i pasur me probiotik, të cilët i bëjnë mirë sistemit tuaj tretës dhe stomakut. Kulturat të gjalla të kosi janë efikase kundër diarres, inflamacioneve të zorrës së trashë, problemeve të zorrës së trashë e të tjera. Kosi përmban probiotik, të cilët forcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksionet e mundshme. Ndaj sigurisht përgatitja e tij në dietën tuaj do të jetë një mburojë shumë e mirë edhe për stomakun. Kosi është një aleat shumë i mirë i kockave, sidomos në betejën kundër osteoporozës. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe të kalciumit. Kosi është i pasur gjithashtu me kalcium dhe konsumi i rregullt i tij do të përmirësojë strukturën tuaj të kockave. Nëse vuani nga tensioni i gjakut, atëherë kosi do të jetë një aleat i mirë për shëndetin tuaj. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë në dietën tuaj, rreziku i tensioneve të larta të gjakut do të bjerë me të paktën 50%. Kosi është i mirë edhe për të përmirësuar kështu peshën tuaj trupore. Kosi është ideal për të kufizuar kalorinë. Ai shuan urinë dhe nepsin dhe gjithashtu eviton dëshirën për ushqime të ëmbla. Pasi përthith kalciumin, kosi ndihmon qelizat e yndyrës të punojnë në mënyrë më efikase. Gjithashtu, konsumi i kosit pa yndyrë në dietën tuaj është një mënyrë e çmuar për të përmirësuar edhe organizmin. Sistemi i tretës do të jetë i pari që do të përfitojë nga konsumi i kosit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditori i tij, veçanërisht në pjesën e mëngjesit, mbron sistemin tretës nga toksinat dhe nga bakteriet. Ai e qetëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe gjithashtu edhe dëmet e shkaktuara prej tij. Imuniteti juaj gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i kosit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme të tilla si zinku, magnezi dhe seleniumi. Tensioni i lartë i gjakut do të jetë më nën kontroll me përfshirjen e kosit në dietën tuaj. Sipas të dhënave, kaliumi te kosi ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe në shëndetin e zemrës. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet e tyre. Kosi përmban laktobacile, bakterie që frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Një filxhan me kos përmban 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse e konsumoni që në mëngjes, u keni dhënë kockave forcën e duhur. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose diarrea, është e këshillueshme që kosin ta konsumoni vazhdimisht çdo mëngjes. Kosi është i mirë të konsumohet edhe pasi keni kryer aktivitete të caktuara fizike. Proteinat e kosit do t'i japin muskujve aminoacidet që u duhen për të rimëkëmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi e rikthehen atë. Kosi është i mirë edhe kundër problemit të alergjive. Të vegjëlit e grave shtatzana që konsumojnë edhe nën produktin e qumshtit, kosi do të jenë më pak të prekur nga alergjitë. Kosi është një aleat i mirë i organizmit edhe kundër kileve të tepërta.
Kosi përmban pak kalori dhe për më tepër fal konsumit të tij qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit organizmin të humbas më lehtë kilogramë të tepërt dhe t'jap gjithashtu rezultate fantastike për organizmin tuaj. Kosi i mban dhëmbët tuaj më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur gjithashtu edhe nga problemi i kaviteteve. Nëse doni që të përmirësoni organizmin dhe të mbani larg këto komplikacione, përfshiheni kosin vazhdimisht në dietën tuaj. Kështu do të keni element të lartë ushqyes kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i kosit në dietën tuaj do të ndihmojë në eliminimin e kilogramëve të tepërt nga trupi. Hani 500 gram kos në ditë dhe bëhuni gati për të ndryshuar numrin e perimetrit të belit. Kosi është shumë i mirë për ata të cilët mbajnë edhe një dietë të shëndetshme. Kosi është shumë i mirë për të shtuar në dietën tuaj dhe si i tillë do t'jap rezultate fantastike në këtë aspekt. Ndaj, konsumi i rregullt i kosit është një mundësi e mirë për të reduktuar peshën e trupit tuaj me të paktën 22%, citon Healthy Side. Kosi përmban baktere të mira të cilat japin rezultate fantastike edhe për personat të cilët duan të kenë edhe një përmirësim të tretjes. Bakteriet të mira të kosit janë të rëndësishme gjithashtu edhe për të përmirësuar tretjen dhe për të mbajtur larg komplikacionet. Ato ndihmojnë në zhdukjen e mikroorganizmave që jetojnë në aparatin tretës dhe përmirësojnë florën bakteriale, pasi do t'japin rezultate fantastike edhe për tretjen e dobët dhe kundër komplikacioneve të tyre. Nëse doni që të përmirësoni tretjen tuaj atëherë, shtimi i kosit në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar për mbrojtjen e tij. Kosi është plot e përplot me vitamina të rëndësishme të cilat do t'japin rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve dhe si të tilla do të ndihmojnë në shëndetin tuaj në betejën kundër këtyre problemeve. Në një paketim rreth 500 gram kosi do të gjeni vitamina minerale të shëndetshme, sidomos siç është potasiumi, fosfori, jodi, zinku, riboflavina, vitamina B5, vitamina B12 e të tjera. Dhe përfshirja e tyre e rregullt në dietën tuaj do të kthehet në një mburojë të vërtetë në shëndetin e përgjithshëm dhe gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Kosi është një ushqim i cili mund të konsumohet edhe nga persona të cilat merren me sporte. Kur stërviteni do të humbisni shumë energji dhe gjithashtu muskujt tuaj do të jenë më të dobët. Prandaj, pas stërvitjes ju duhet të zhvendësoni energjinë e humbur. Dhe kosi është një nga produktet më të mira për të shtuar në dietën tuaj në këto aspekte. Vlerat dhe përfitimet që do të merrni nga përdorimi i tij sigurisht që do të jenë një mburojë e mirë e muskujve tuaj. Kosi është aleat i organizmit edhe për të forcuar nyjet dhe për të pasuruar trupin me kalcium. Një nga elementët më të mirë që gjenden te kosi është edhe kalciumi, një element i cili do t'i jap edhe ndryshimin më të mirë për shëndetin e nyjeve. Ekspertët e cilësojnë kalciumin si një nga produktet më të mira, të cilat nuk duhet të mungojnë asesi në dietën tuaj. Përfshirja e tyre në dietën tuaj do t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në forcimin e nyjeve. Kalciumi është i rëndësishëm që të merret në format e tij natyrale për të evituar kështu komplikacione dhe për të ndihmuar në shëndetin e fortë të nyjeve. Përfshiheni vazhdimisht kosi në dietën tuaj si një alternativë të çmuar për mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Kosi është një produkt shumë i mirë i cili mund të konsumohet edhe nga persona të cilët kanë tension të lartë të gjakut. 70% e njerëzve që konsumojnë krip kanë gjithashtu edhe probleme të larta me hipertensionin. Prandaj, në vend të kripës, mund të konsumoni kosin si një produkt për të balancuar problemet e hipertensionit. Personat që vuajnë nga hipertensioni mund të konsumojnë kosin e përgatitur vetë në shtëpi si një nga alternativat më të çmuara në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Një gotë me kos në mbrëmje do të mbajë larg doktorin. Tani që fillon sezoni i ftohjes, kosi është një preventiv për të parandaluar këto probleme. Sipas Universitetit të Vjenës, kosi duhet të jetë pjesë e dietave tuaja për të mbajtur larg këto komplikacione. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.